Një nga kapitujt më sfidues të grup kapitujve të negociatave është mbrojtja e mjedisit. Kjo u bë me dije nga kryenegociatorja Majlinda Dhuka gjatë raportimit në Komisionin për Europën dhe Punë të Jashtme, ndërsa renditi njësër detyrash të caktuara nga Bashkimi Evropian për anëtarësimin. Dhuka tha se investimet për mbrojtjen e mjedisit kërkojnë investimet vazhdueshme dhe bashkëpunim për burimet e rinovueshme. Dy sektorët me sfide më të madhe janë mjedisi dhe siguria ushqimore. Ndërsa sfida tjetër më e madhe që kanë institucionet dhe grupi negociator lidhet me fushat e reja, në të cilat Bashkimi Evropian ka gjeneruar ishtazi, norma dhe rregullime të reja përmes akive të Bashkimit Evropian, fusha si inteligjenca artificiale, akti i tregut digjital, akti i shërbimeve digjitale, përmenda disa shembuj e të tilla si këto, të cilat janë relativisht të reja edhe për vetë vendet anëtare, dhe që Shqipëria duhet të shpejtojë për të arritur kuptueshmërinë dhe përafrimin dhe mëtej zbatimin, krahasimisht si vendet anëtare dhe me kohën që i lihet në dispozicion vendeve anëtare. Gjatë raportimit kryenegociatorja theksoi punën intensive për forcimin e sistemit të drejtësisë, reformën dhe luftën kundër korrupsionit, mbeten ende pezull kapitujt për drejtësinë e sigurinë, ndërsa mbyllja e negociatave pret përfundimin e diskutimeve të vendeve anëtare. Thash, për momentin nuk ka asnjë pengesë, ngecje ose vonesë. Diskutimet zhvillohen midis 27 vendeve, janë të brendshme dhe Komisionit Evropian. Gjatë këtyre 2 muajve, ne nuk jemi në negociat për ribarin me ta, po presim vlerësimin e tyre. Shqipëria ka hyrë në fazën e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Po punon në këtë drejtim. Metodologjia edhe integrimin e përshpejtuar. Pra që mund të bëhemi pjesë e hapësirës europiane në raste të caktuara edhe para anëtarësimit. Të dyja opsionet janë të mundura dhe zbatohen sipas metodologjisë së zgjerimit. Dy janë reformat kryesore sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, ajo zgjedhore dhe territoriale, që kanë ndikim të drejt për drejt në zgjedhjet vendore 2027. Do thosha 2 reformat kryesore, reformën elektorale, dhe ku rekomandimi është që përmirësimet të kryen para rendje e zgjedhjeve vendore në vitin 2027, dhe sigurisht është Komisioni i Përbashkët, që po punon për reformën elektorale. E dyta do thosha ka rëndësi që të ketë progres mbi bazë konsensusi, edhe sa i përket reformës territoriale, edhe ajo ka lidhje edhe me zgjedhjet vendore të vitit 2027. Lidhur me fondet i parë, kryenegociatorja Dhuka tha se është dorëzuar në Komisionin Evropian paketa me planin e masave për aksesimin e fondeve, por refuzoi të shprehej lidhur me çështjen. Megjithatë, ajo tha se mund të krijon kushte të favorshme. 101 është numri i kushteve që Bashkimi Evropian ka paraqitur për fazën e mbylljes së negociatave. Në 10 prej grup kapitujve, kryenegociatorja nënvizoi se ka përfunduar puna teknikisht në 3 prej tyre, ndërsa për 7 të tjera vijon. Në vijim kuvendit do t'i paraqiten për shërtim 8 paketa ligjore. Një nga pikat më të rëndësishme që do të vijojë është ajo për legjislacionin për mashtrimin financiar dhe marrëdhëniet me jashtë. Zëvendës kryetaria e Komisionit Albana Vokshi pati kritika për raportimin e kryenegociatorës, duke thënë se qeveria nuk jep informacione lidhur me procesin e negociatave.